Me duhet të them se u kthy koha kur dosjet para se shkonin në gjykatë, shkonin në Partinë Socialiste. Tani hakerohet. A është hakerim apo vetë hakerim, unë nuk e di. Tani pjesa e parë, por është gjë shumë e rëndë. Është kjo mundot dhe një luftë të brendshme brenda planeve mafioze të Partisë Socialiste. Tani grupi armiqësor, Xhafa, Pastori, Bushka, ata duhet të akuzohen me çdo kusht. Me shembull si historia e statuseve të Erion Velis. Duhen t'ja faturojnë Fatmir Xhafs. E kuptoj unë, aty ke hallin tim. Ato janë hakeruar apo janë vetë hakeruar, atë nuk mund ta marrim vesh ne. Por problemi është se këto po përdoren, siç u përdoren statuset. Me qenë se filluan të thonë po merren me fustanet e Ariolës, edhe ç'është kjo punë tani ja sajisen status dhe tani thanë tani ke kryer krim të madh shumë. Kështu që edhe Fatmirit po i vin rrotull dhe po e akuzojnë se gosipi është fjala, se ka vjedh, ka hakeruar statuset e ato kompjuterat e skapit,